Shqiptarët u rritën me premtimin e madh se reforma në drejtësi do të ishte shpat mbi kokat e kujdo që guxonte të prekte parat publike, por kur shikon titujt e mediave në këtë maj të vitit 2026, pyetja që lind natyrshëm nuk është më kur do të arrestohen, por pse po lirohen. Rastet e fundit të Mirlinda Karçanaj dhe Belinda Ballukut po kthehen në një test besueshmërie për të gjithë sistemin e ri. Mirlinda Karçanaj nga milion euro të firma 2 herë në muaj. Vendimi i fundit i gjykatës së lartë për ish drejtoreshën e Akshit ka lënë shije të hidhur në opinionin publik. Karçanaj, një emër që lidhet me dosje voluminoze të tenderave të teknologjisë dhe serverave shtetëror, ka parë masën e saj të sigurisë të zbutet nga rreth shtëpie në një detyrim paraqitje, pothuajse qesharak, ndërkohë që SPAK e akuzon për shkelje të barazisë në tendera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Drejtësia duket se ka zgjedhur një rrugë më bujare. Si shpjegohet që për afera miliona eurosh masa e sigurisë kufizohet në një vizitë të policia 2 herë në muaj, apo zbehen dosjet me kalimin e muajve siç ndodh rëmdomt me peshqit e mdhenj? Belinda Balluku, hetime që zgjaten, por pa pranga. Nga ana tjetër, Belinda Balluku, ish zëvendës kryeministre dhe figura kyçe e investimeve strategjike, po kalon një kalvar të gjatë hetimor që duket se nuk po mbërrin në një destinacion final. Edhe pse SPAK ka shtrirë hetime deri te kontrollet në banesat e familjarëve dhe sekuestrimin e provave të reja për tenderat e tunelit të Llogaras dhe unazës së madhe, masa ndaj saj mbetet ajo e pezullimit dhe ndalimit të daljes jashtë vendit. Në prill 2026 SPAK njoftoi zgjatjen e hetimeve edhe me 3 muaj të tjerë. Pyetja që djeg më shumë është: apo mblidhen prova për një dënim shembullor apo po luhet loja e vjetër e zvarritjes deri në harres? Kur mazhoranca rozoi kërkesën për arrestimin e saj, mesazhi ishte i qartë, por a do të ketë guxim SPAK-u të kërkojë sërish masa më të rrepta? A ka dështuar drejtësia e re? Nëse reforma që na kushtoi miliona euro dhe vite pritje prodhon vetëm detyrime paraqitje për zyrtarët që kanë pasur në dorë fatet e buxhetit të shtetit, atëherë diçka nuk shkon. Pse peshqit e vegjël kalbe në burg për fatura dritesh ndërsa ata të miliona eurove shëtisin të lirë? Apo kthej SPAK dhe gjykatat në një lavatrice që pastron figurat politike përmes proceseve të gjata që përfundojnë në asgjë? A na duhet një reformë mbi reformën për të thyer muret e paprekshmërisë? Opinioni publik po sheh me syt katër se si dosjet e bujshme po shfryn rrugës. Nëse Mirlinda dhe Belinda mbeten vetëm personazhe kronikash, pas një pasojë reale penale, atëherë reforma në drejtësi rrezikon të hyjë në histori si dëshmi më i kushtueshëm i tranzicionit shqiptar. Nëse Mirlinda dhe Belinda mbeten vetëm personazhe kronikësh pas një pasojë reale penale, atëherë reforma në drejtësi rrezikon të hyjë në histori si dështimi më i kushtueshëm i tranzicionit shqiptar, kur ligji vepron me 2 standarde, ai pushon së qeni drejtësi dhe kthehet në mjet mbrojtje për të fuqishmit.